Rudina Xhunga është një gazetare profesioniste, e cila për më shumë se 30 vite ka qenë pjesë e pandashme e ekranit dhe e medias online. Për shumë veta, ekrani i televizionit është një ëndër, por pak veta e din se çfarë ndodh në prapasken, kur dritat e studios janë të fikura. Rudina Xhunga ka treguar një moment përplasje dhe zhgënjimi në kohën kur ka punuar si gazetare në Top Channel. Aq keq shkuan gjërat, sa që ajo e pa veten të rrëzuar në shkallë. Gazetarja tregoi: "Unë kisha një emision shumë të suksesshëm në Top Channel, Ditën e Njëjtë. Emisioni kapte majat e audiencës. Në atë kohë, në televizion vjen Sokol Balla dhe ai bëhet drejtori i lajmeve. Njëkohësisht kërkoi që të kishte edhe një emision politik. Por kërkesat e tij nuk u mbyllën me kaq. Ai donte që emisionin ta kishte Ditën e Njëjtë, kur e kisha unë dhe ta bënte në orarin tim. U bë një mbledhje dhe pas 4 vitesh në atë format, më ndryshuan orarin dhe ditën e emisionit. Ditën e Njëjtë e mori Sokol Balla. Në mbledhje mu tha: "Ti je grua dhe ky burri këtu do të përballoj fevziun." Dola nga mbledhja dhe ndihesha keq, rash pa ndjenja në shkallë. U përmenda dhe pash se kolegët po më hidhin ujë. Kjo situatë duket se I ka lënë shije të keqe Rudinës, e cila më pas u largua nga topi. Gazetarja vijoi programin në një tjetër televizion, në News 24, por kur ka shkuar Sokol Balla pas disa vitesh te ky televizion, Rudina e la përsëri emisionin e saj. Me sa duket, midis dy ish kolegëve vijon të ketë hatërmbetje. Rudina Xhunga nuk preferon të ndajë të njëjtin ambient pune me gazetarin Sokol Balla.